Mbrëma, mirë se erdhët. Atëherë pa kaluar tek ndikimet që ka hënë e plot, do ta flas si fillim për shërbimet e mia. Unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejtë çdo javë. Në përgjithësi i bëj ditën e hënë dhe të premte. Në qoftë se ka ndonjë ndryshim, ju lajmëroj siç ju lajmërova edhe këtë javë. Në përgjithësi janë orën 19 dhe ditëve të hëna flas në lidhje me ciklin e hënës ose me pyetje përgjigje. Ndërkohë që ditëve të premte bëj parashikimin javor, videot që dalin nga këto lidhje të drejtë për drejta mund të gjeni te kanali im YouTube-it, në përgjithësi më vonë i keni gati. Përveç këtyre kam edhe parashikjet e mia në televizione, edhe këto janë 2 herë në javë, të hënë dhe të premte përsëri. Të hënave jam tek kanali A2CNN, tek programi Dita Jon me Borën dhe me Rein, ndërkohë që ditëve të premte jam tek kanali Top Channel në programin Në shtëpinë tonë me Albanin dhe me Julkën. Përveç këtyre kam edhe një herë në muaj parashikje edhe tek Euronews dhe tek Report TV. Këto janë të momentit, nuk besoj se do t'i shtoj më tepër sepse dhe kaq janë më se mjaftueshëm. Për te këtyre që janë shërbime për ju, pra për publikun, kam edhe shërbime të cilat janë personale, gjatë të cilave mund të shikojmë analizën e hartës, mund të gjejmë ascendentin, për të gjithë ata që nuk e dinë orën e saktë të lindjes. Ata që e dinë orën e saktë të lindjes mund të drejtojnë tek shumë faqe që kanë në internet dhe ta gjeni se cilës shenje ascendenti përkisni. Ndërkohë që mund të bëjmë analizën e lidhjes tuaj dhe parashikimin për të ardhmen. Hëna e plot është tek shenja e peshores, do të jetë në datën 2 prill 2026. Është në orën 4:12 afërsisht të mëngjesit, pra afërsisht duke u kthyer dita. Në gjatë se hënët të plot, ndikimet janë shumë të fuqishme. Arsye që janë shumë të fuqishme është sepse kemi shumë vendosje tek shenja e dashit, pra përballë me hënën. Dhe si rrjedhoj, energjia është goxha e ngjeshur këtë herë. Mundësia që ne të bëjmë gabime është shumë më e madhe, prandaj dhe mund të prekemi vërtet shumë. Në këtë rast preket më tepër individi. Për sa i përket luftrave, agresionit, dhunës që po vëmë re në këto momente në botë, duke filluar nga data 21 mars e tutje, gradualisht do fillojnë që të zbuten. Këtë e kam thënë përpara, po vazhdoj që ta përsëris të njëjtën gjë. Ndërkohë që kjo hënë e plot në të vërtet prek më tepër marrëdhëniet tona personale dhe ne vetë si individ. Duke qenë se shenja peshorës do të thonë partneritete, marrëdhënie personale, sentimentale dhe nga ana tjetër balancat të reja. Duke qenë se vazhdojmë që të jemi në takimin e 2 planeteve, të cilët janë shumë të rëndësishëm, që janë thyërësit e rendit, që është Saturni me Neptunin, janë në takim tek shenja e dashit dhe pothuajse përballë me këtë hënë të plot, do të thotë që kemi ndikime shumë të rëndësishme dhe ndryshime shumë të mëdha edhe në mënyrë se si organizohemi ose udhëhiqemi. Prandaj edhe kemi ndryshime vërtet shumë të mëdha. Një nga shtetet që do të ndikohet shumë më tepër jemi ne, këtu nuk do të ndikohet vetëm udhëheqja, do të ndikohemi edhe ne si popull. Arsyeja që ndikohemi është se Shironi gjatë së hënës të plot ose Kaironi është në takim me hënën tonë dhe ka një ndikim të drejtë për së drejtë tek të gjitha marrëdhëniet familjare. Kjo do të thotë që mund të kemi kriza sepse mund të kuptojmë se cilat janë dinamikat të cilat janë të pashëndetshme. Kemi një ndryshim vërtet shumë të madh nga kjo hënë e plot ose fillimin e mbarimit të disa relatave të cilat janë vërtet shumë problematike, fillimin e krijimit të disa dinamikave të reja shumë të rëndësishme. Një ndër arsyet e tjera që kjo do të ndodh është edhe sepse kjo hënë e plot është në kënd negativ me Jupiterin, i cili në këto moment është i vendosur tek shenja e Gaforës, dhe Gafore do të thonë pikërisht kjo, familje. Do të kemi një riperceptim të ri në mënyrë se si ne i organizojmë marrëdhëniet tona, se çfarë pranojmë në jetën tonë, mund të kemi balanca të reja edhe në mënyrë se si udhëhiqemi që e përmenda, por edhe në mënyrë se si ne i krijojmë jetën tonë. Kjo nga e përmbledhur mund të thotë edhe ndryshimi i perceptimit që kemi në lidhje me martesën dhe në lidhje me krijimin e partneriteteve. Duke qenë se individualiteti në këto momente është vërtet shumë herë më tepër në rritje, mund të thotë edhe zgjedhjen e individualitetit në vend të qenit çift ose në vend të martesave. Për këtë arsye mund të kemi vërtet edhe mbarimin e shumë
martesave, madje shtimin edhe më tepër të divorceve, di që është shumë i lartë në këto moment numri i divorceve, por mund të shtohet edhe më tepër kjo, sepse fillojmë që të riperceptojmë edhe një mënyrë se ne e jetojmë jetën tonë. Për përsëris shenja peshorës, do më thëmë pikërisht të lloj tematikash, marrëdhëniet, partneritetet, marrëdhëniet sentimentale, martesat dhe kontratat e reja të cilat bëhen për të krijuar partneritete në lidhje me biznesin. Nuk do me thënë se gjithçka është duke krijuar vetëm individualiteti negativ, përkundrazi, duke qenë se ne fillojmë që të vlerësojmë gjërat ashtu siç duhet, sepse jemi të detyruar tashmë, detyrimisht kemi edhe mundësinë që pas kësaj të fillojmë të krijojmë marrëdhënie shumë më të shëndetshme, por këto marrëdhënie shumë më të shëndetshme duhet të mbarojmë, ose duhet të mbarojmë një marrëdhënie të cilat janë problematike në mënyrë që të mund të krijojmë marrëdhënie më të shëndetshme. Mënyrë se do të vihet re në botë është mbarimi i disa marrëveshjeve që janë midis shteteve dhe vendosen një dinamike të re ose më të themi e një balance të re në botë. Mund të kemi dalje në skenë të disa shteteve të cilat deri në këtë moment ndoshta nuk është ndier zëri. Dhe krijimin e një individi ose një shteti individual shumë më të shëndetshëm, mënyra e udhëheqjes që kemi në këto momente lë shumë për të kërkuar, prandaj dhe mund të fillojmë që të kërkojmë mënyra të reja udhëheqjes. Duke qenë se shenja e peshorës do thotë edhe drejtësi, ligji, më mirë të them, mund të kemi të ndryshime të shumta të legjislacionit, por këtu më duhet të them që është një moment vërtet shumë i vështirë, duke qenë se kjo hënë e plot do të ketë edhe një kënd negativ me Merkurin, i cili është edhe një ndër planetet më të rëndësishëm gjatë kësaj hëne të plot. Duke qenë se do thotë edhe marrëveshje dhe ndryshimin edhe të ligjeve kjo hënë e plot, mund të thotë që jemi shumë më të hapur ndaj manipulimeve të cilat bëhen ose më vazhdojnë që të bëhen, më mirë të themi, që ne të mbahemi në trysni, në presion dhe në udhëheqje të gabuar. Për këtë arsye, në qoftë se ne vërtet bëjmë atë çfarë kemi mundësi në këto momente, pra të jemi individ ne vetë si fillim më të shëndetshëm, kemi edhe më tërë për aftësinë që pastaj të shikojmë edhe shoqërinë se në çfarë rruge ka filluar që të eci ose të rrotullohet, më mirë të themi. Kjo hënë e plot, një ndër ndikimet më të rëndësishme është, siç e thash, kemi një kënd negativ me Jupiterin. Duke qenë se Jupiteri është i vendosur tek shenja gaforës dhe vazhdon që të jetë i vendosur tek ylli fiksir Sirius, i cili është ylli i sistemit, do të thotë që mund të kemi kundërvajtje, ose më themi, mund të dalim kundër edhe asaj çfarë deri në këto momente na është diktuar, kjo edhe nga sistemi njerëzor, por edhe nga sistemi hyjnor, që mund të thotë edhe ndryshimi komplet dinamikave në lidhje me fetë. Duke qenë se besimi në përgjithësi do të marrë një frymë të re tashmë, nëse është pozitive apo është negative, kjo do të varet komplet në mënyrë se si ne trajtojmë dhe varet shumë edhe nga shtetet, siç e thash, sepse tashmë shtetet do fillojnë që të shikojnë më tepër punën në mënyrë individuale. Ndonëse se deri në këto momente u munduan që të krijoheshin disa aleanca, pas kësaj të gjitha këto aleanca do fillojmë të vëmë re që do të shkrihen sepse kanë qenë të pashëndetshme. Detyrimisht mund të fillojmë që të kemi edhe krijimin e disa aleancave të reja. Pas asaj, të cilat janë shumë më të shëndetshme dhe që mbështesin më tepër njerëzimin. Por, në mënyrë që ato të mund të ndërtojnë, njerëzit si fillim në të jemi të vetëdijshëm. Kjo në plot në përgjithësi ka kënde negative, prandaj dhe kur kemi kënde negative në përgjithësi, ajo çfarë ne na ndodh është që vetëdijsohemi, pse? Sepse sistemi na rref mirë që ta marrim vesh mësimin që duhet marrim dhe pastaj të vazhdojmë punën. Siç e thash, në lidhje me individin ose mënyrë se si ne prekemi është mbarimi i lidhjeve të cilat janë funksionale, jo të shëndetshme, sepse kemi një riperceptim të mënyrës se si e trajtojmë veten tonë dhe marrëdhëniet tona. Detyrimisht që të gjithë ato që janë negative do të mbarojnë, ato që janë pozitive do të forcohen edhe më tepër. Kjo është, gjithmonë në këtë mënyrë ndodh. Asnjëherë nuk ndodh ndryshe. Nëse diçka po mbaron, domethënë që nuk është funksionale, domethënë që nuk e përshtatet. Pas kësaj do të fillojmë që të kemi ndërtimin e një ose më të disa marrëdhënieve shumë më pozitive, por si fillim do të mbarojmë mirë, do të marrim guximin më të themi që të marrim lidhje të cilat janë negative ose të pashëndetshme për ne. Kjo hënë e plot në përgjithësi duam apo s'duam do t'i mbaroj ato si tematika në mënyrë që ne të mund ta kontrollojmë atë përfundimi, do të këshilloj të gjithë që në këto momente të vëzhgonit edhe një herë mirë se çfarë po bëni,
ku qëndronit, si është marrëdhënia juaj, në mënyrë që të mund të krijoni diçka më të shëndetshme. Ndërkohë që për të gjithë ata që nuk janë në një lidhje, kjo hënë e plot mund të thonë edhe pikërisht këtë, fillimin e lidhjeve të reja. Duke qenë se kemi krijimin e balancave të reja dhe individualiteti është shumë më i shëndetshëm, duam apo s'duam ne, në përgjithësi do të kemi krijimin e lidhjeve shumë më të fuqishme dhe shumë më të shëndetshme. Kjo domosdoshmë është pak a shumë le të themi, ata që nuk janë në lidhje do të lidhen, ata që janë në lidhje, nëse nuk është e shëndetshme, do të mbarojë. Në përgjithësi ndikimet janë të tilla, por kjo nuk do të thonë që mund të kemi edhe vazhdimin e disa lidhjeve të cilat janë të pashëndetshme. Është thjesht se sa më tepër që të kaloj koha brenda këtyre lidhjeve, aq më tepër do të krijohet një disbalancë, aq më tepër do të krijohet edhe një situatë e cila është shumë problematike që mund të kthehet edhe në dhunë. Duke qenë se kemi shumë vendosje, siç e thash, tek shenja e dashit, kjo do të thotë që ne vetë si individ jemi pak a shumë kemi marrë kokën edhe po ecim, po rrapojmë përpara. Dhe mund të dalim ose të kundërvijemi vërtet shumë edhe sistemit, në disa raste ligjeve, mund të veprojmë në mënyrë shumë individuale, të cilët prekin në mënyrë të dukshme negative të gjitha konstruktet e shoqërisë. Këtu bëhet fjalë edhe në lidhje me familjen, bëhet fjalë edhe në lidhje me ato që janë më të mëdha, pra në lidhje me shtetin. Mund të kemi revolta në Shqipëri, në përgjithësi mund të kemi shtypjen e popullit, por në botë mund të kemi revolta kundrejt udhëheqjeve e të tjerë. Arsyeja që në Shqipëri kemi shtypjen e popullit është se, siç e thash, Kajroni është në takim me Hanën tonë, Hana në hartat e shteteve, do më thënë populli, edhe kjo do më thënë që populli mund të vuaj. Kemi rritjen e disa çmimeve në këto momente, dhe dim që petroli është rritur në çmim, kjo nuk është diçka që po e them unë nga astrologjia, është diçka që dihet, por përtej kësaj mund të kemi dhe rritjen e disa çmimeve të cilat janë për gjëra bazike, ushqime bazike pra. Prandaj dhe këshilla ime do të ishte që të paktën ato që janë shumë të rëndësishme, si mielli, kripa, sheqeri e të tjerë, ato të paktën bëni një farë depoje të vogël në mënyrë që të mos ngeleni keq. E njëjta gjë mund të kemi probleme edhe në lidhje me ujin dhe burimet të ujit, më të themi. Kjo do të thonë që mund të kemi të përzihen ujrat, pra, sidomos në qytete të cilat janë në bregdet, mund ta vëmë këtë si gjë. Prandaj dhe do t'ju këshilloja që t'jemi shumë më të kujdesshëm dhe në qoftë se keni mundësi të merrni masa në lidhje me këtë temë. Shëndetit është i prekur, por shumë më pak se të gjitha hënët të reja dhe eklipset që kanë ndodhur në këto momente, ose të gjitha ciklet e hënës që kanë ndodhur në këto momente. Në përgjithësi kemi të prekur pjesën e kokës, pra mund të kemi dhimbje shumë të mëdha koke në këto momente, dhe pjesën e fytit, duke qenë se jemi dhe në fillimin e pranverës, normalisht mund të kemi edhe rritjen e alergjive. Ndërkohë që ajo që mund të bëhet vërtet problematike është probleme tek sistemi urinar. Si rrjedhoj që të hidratoheni ashtu siç duhet dhe pa e tepruar, të merrni minerale të domosdoshme, do t'ju këshilloja, dhe në qoftë se ndjeni qoftë edhe probleme më të vogël, duke qenë se mund të zmadhohet vërtet shumë, sepse kemi një kënd negativ me biterin, të këshilloj që të shkoni patjetër te doktori. Pra, çfarë do lloj problemi që të ndjeni në lidhje me sistemin urinar, djegje e të tjerë, i dini vetë domethënë, do t'i këshilloja me ngurmë që të shkoni te doktori. Për sa i përket mjekësisë, kjo hënë e plot ka disa ndikime. Problemi është këtu se ne nuk është se i vëmë re shumë. Ne kam fjalë brenda Shqipërisë. Arsyeja që nuk i vëmë re shumë është se të gjitha ndryshimet që po ndodhin aktualisht në botë ne perceptojmë vërtet shumë vonë, dhe mbi të gjitha, siç e thash, mund të kemi ndikime nga Kajroni, i cili do të jetë mbi hënën tonë. Si rrjedhoj kemi ndikime edhe në lidhje me shëndetin dhe ndryshimet, ose edhe ato pozitivitetet që mund të kemi, zhvillimet në lidhje me mjekësinë, pra te ne nuk vjen re. Prandaj do t'i këshilloj të gjithëve që të përdorin mjete të cilat janë më popullore. Në këtë rast naturopatët, ato gjitha kurat bimore të tjerë, do t'i këshilloja me ngulm që t'i mësonit dhe të fillonim t'i përdorim. Kjo është në një farë mënyrë që të marrim vetë shëndetin tonë në dorë. 1.
E dyta, që është dhe pjesa më e rëndësishme, ka ronin në përgjithësi, domethënë undit healer, pra ai që shëron nga plagët e tij. Pra në qoftë se ne mësojmë plagën tonë dhe plagët e njëri tjetrit, marrim mësimet që na nevojitet. Pra atëherë do të kemi dhe aftësinë që të shërojmë veten tonë. Ktu nuk bëhet fjalë për të shëruar vetëm anën tonë fizike, bëhet fjalë për të shëruar edhe shoqërinë tonë. Pra, ajo që unë e përsëris gjithmonë dhe do vazhdo të përsëris, është që duhet të ndihmojmë vërtet njëri tjetrin. Ka ardhur momenti që këtë individualitet që po krijojmë, mendjen tonë ta përdorim për të shëruar shoqërinë tonë, pra ambientin që na rrethon. Kjo është e vetmja mënyrë që ne kemi që t'ia dalim mban. Për fat të mirë kemi disa ndikime pozitive. Merkuri, siç thash, është një ndër ndikimet më të rëndësishme gjatë kësaj hëne të plotë dhe ka një kënd pozitiv me Jupiterin. Çdo gjë që ne prishim me individualitet, çdo gjë që ne prishim me impulsivitet, mund ta rregullojmë në qoftë se jemi të logjikshëm. Dhe mbi të gjitha, duke qenë se shërojmë ato çfarë duhet të bëjmë, i ndijmë instinktivisht, plus që po ja them edhe unë, nëse ndihmojmë edhe njëri tjetrin, e kemi shumë më të thjeshtë që çdo gjë që kemi aktualisht në jetën tonë, ta shndërojmë në diçka pozitive. Pas gjithë kësaj peripecie që po kalojmë, do të kemi riperceptim komplet të qelizës më të rëndësishme që është në shoqëri, të familjes. Të gjitha këto pra që po ndodhen, të vërtet është ne të mësojmë që të ndërtojmë një familje më të shëndetshme, ku gjithsecili merr përgjegjësinë e tij dhe mund të rrisim edhe individ më të përgjegjshëm dhe më të shëndetshëm për shoqërinë. Asnjë gjë nuk ndodh kot, domethënë kjo arsye që po ndodhen të gjitha këto peripeci në këtë moment janë pikërisht për këtë arsye. Për sa i përket natyrës, jemi gjatë stinës së pranverës, kemi disa ndikime, duke qenë se kemi kënde negative, për fat të mirë. Në këto momente Saturni, i cili prekte shumë na prekte shumë korën e tokës, pra në lidhje me tërmetet ose mund të kemi pasur dhe rëshqitjet e tokës, që se hënë të plot është të goxha i balancuar. Mbi të gjitha merr një ndihmë shumë të madhe edhe nga disa vendosje të tjera. Një prej tyre është Plutoni, i cili tashmë ka filluar të krijojë një kënd pozitiv me Saturnin dhe kjo do të thotë që kemi një farë stabiliteti. Prandaj dhe këtë moment do ta këshilloja që të gjithë ata që e dinë që keni probleme me shtëpinë tuaj ta përdorni për të përforcuar atë, sepse është një moment kalimtar. Ju gjithmonë do të vazhdoj kështu, madje do të kemi edhe një eklips në gusht, i cili mund të prek pikërisht këto tema, në qoftë se nuk jemi të vëmendshëm. Kemi mundësi pra deri në gusht që të rregullojmë. Për sa i përket një vendosje e cila është shumë pozitive gjatë kësaj hëne të plot, është Venusi tek shenja e Demit. Kur Venusi ndodhet tek shenja e Demit, kemi një fokusim shumë më të madh tek materia dhe zbukurimi i jetës së përditshme, jetës në përgjithësi pra. Dhe duke qenë se Venusi është drejtuesi i kësaj hëne të plot, sepse Venusi është drejtuesi i shenjës së Peshorës, kjo është një lajm vërtet shumë i mirë. Edhe pse mund të kemi një farë disbalancimi sepse shenja peshore se jep këtë, detyrimisht duke qenë se drejtuesi i tij është i vendosur tek shenja e Demit, kemi mundësi që ne të qëndrojmë me këmbë në tokë, të jemi më tepër realist dhe detyrimisht të gjejmë zgjidhje. Pak më tepër, nëse ne mbështesim njëri tjetrin, detyrimisht kemi dhe aftësinë që të gjitha problemet që na dalin ti përdorim në avantazhin tonë. Pra, në shumicën e rasteve kur kemi kaos, kur kemi probleme, në qoftë se ne nuk bëjmë panik, atëherë mundet t'i përdorim të gjitha këto elemente në avantazhin tonë. Pra jo gjithçka është negative, diçka thjesht ekziston varësisht se si ne perceptojmë atë. Mirëmbrëma. Një ndër ndikimet e cilat mund të bëjë pak problematike, kjo është individuale për individin, pra mund të bëjë pak problematik, është pavendosmëria që do të vijë, duke qenë se shenja peshorës në përgjithësi jep një farë disbalancimi, kemi pak vështirësi për të vendosur se cila është ana që peshon më tepër, pra. Do të kemi disi vështirësi për të vendosur. Dhe kjo detyrimisht do të thonë që mund të na bëjë që të humbasim për vërtet shumë kohë. Dhe në momentin që vendosim dhe veprojmë, këto veprime mund të jenë vërtet shumë impulsive dhe mund të na prishin punë. Prandaj dhe çdo gjë që kemi për ta bërë, që është diçka që duhet marrë një vendim, do t'i këshilloj që të merrni vendime dhe në qoftë se nuk e kemi të pamundur që të vendosim për diçka, do t'i këshilloja patjetër
që të merrnit mendimet e familjarëve tuaj. Duke qenë se siç e thash, në këtë moment kemi duke ndryshuar të gjitha këto dinamikat familjare, por vazhdojmë që të kemi mundësi që të marrim mendimin e tyre dhe nga personat, ose më të marrim mendime nga personat të cilët kemi besim tek fjalët e tyre. Pra, eksperienca bën të vetën, nëse është një individ i cili ka një farë eksperiencë në jetën e tij, çfarë në fushën që ju dëshon që të merrni vendim, do të këshilloja me ngulm që të drejtoheshit aty. Që anë të plot, po e them që tani domosdoshmë është këndi pozitiv që është midis Merkurit dhe Jupiterit, por nuk është pak. Merkuri është intelekti jon dhe pak më tepër që vazhdon që të jetë tek shenja e peshqve, prandaj dhe lidhja që ne kemi me kolektivin njerëzor, pra me ndërgjegjën kolektive vazhdon që të jetë shumë aktive, pak më tepër që kemi rikthimin edhe të disa mundësive në jetën tonë. Informacionet që marrim nga sistemi vazhdojnë që të jenë edhe këto shumë aktive, prandaj do t'ju këshilloja me ngurm që ta përdorim. Mënyra më efikase që ta përdorim është të jemi më të qetë, të mos reagojmë në mënyrë impulsive dhe të shikojmë se çfarë është më e përgjegjshme, pra të marrim përgjegjësinë për veten tonë dhe për personat të cilët kanë besim tek ne ose që janë të varur nga ne. Shenja e dashit, kjo në plot ndodh përballë me ju, prandaj detyrimisht jeni vërtet shumë të ndikuar. Ndikimi kryesor është mbarimi i lidhjeve problematike. Ju jeni shenjë që ndikojnë shumë më tepër tek kjo si tematik. Dhe kjo mund të them edhe në mënyra tjetër se si do të ndikojnë, në mënyrë tjetër se si mund të prekin, është edhe prekje e marrëdhënieve familjare. Në disa raste mund të ngelen midis familjes dhe partnerit tuaj, dhe në këtë rast do t'ju duhet që të zgjidhni atë çfarë është e shëndetshme për të dy palët. Duke qenë se kemi shumë vendosur tek shenja juaj dhe mbi njëra prej tyre që është edhe më e rëndësishme është edhe Neptuni, kjo mund t'ju bëj pak a shumë, le të themi, të largojnë nga realiteti, të mos jeni vërtet realist, mos jeni me shumë këmbë në tokë. Dhe duke qenë se të gjitha problemet në këtë moment mund t'i zmadhoni dhe më tepër, ose mund të shikoni në një perceptim të gabuar, detyrimisht mund të krijojnë edhe probleme. Këto probleme në përgjithësi mund të përkthehen edhe në mbarimin ose në prishjen e të gjitha këtyre relatave që sa përmendja, si me familjen, po ashtu dhe me partnerët tuaj. Do të kemi mbarimin e lidhjeve të cilat nuk janë funksionale, por nëse të shironi që ta zgjidhni se cila është kjo lidhje që do të mbarojë, do të këshilloj që të jeni vërtet shumë të vetëdijshëm dhe të ndërgjegjshëm. Të shikoni dhe të vëzhgoni edhe një herë të gjitha këto marrëdhënie, cilat janë të shëndetshme, ku ju vetë mund të keni gabuar ose si mund të rregulloni një herë si fillim, pastaj të veproni. Por në qoftë se jeni të pavendosur, këshilla ime do të ishte që të merrnit mendimin e shoqërisë tuaj. Për ju të merrni mendimin e familjarëve mund të bëhet vërtet shumë problematike. Duke qenë se tematikat familjare tek ju janë duke vluar në këto momente dhe mund të rrisin shumë edhe tensione. Bëhet fjalë për tensionin tuaj të brendshëm, pra. Mund të ndjeni shumë më të tepër të ngarkuar. Mund edhe të keq kuptoni atë çfarë thuhet, ose mund edhe të ndikoheni në mënyrë negative, qoftë nga prindrit, qoftë nga partnerët ose partneri juaj. Prandaj dhe këshilla ime do të ishte që të jeni më gjaku ftohtë dhe të merrni edhe një mendim të dytë. Në përgjithësi këto mendime do të jenë vërtet shumë të drejta dhe shumë më të shëndetshme nëse e merrni nga shoqëria juaj. Ata janë personat të cilët në këtë moment ju japin një perspektivë më reale dhe ju bëjnë që të jeni pak më tepër me këmbë në tokë. Këto janë anët negative. Por, në qoftë se bëni të gjitha këto që sapo përmenda, pra nëse jeni pak më tepër me këmbë në tokë, nuk veproni në mënyrë impulsive, nuk bini pre e manipulimeve që mund të ndodhin në këto momente në dy marrëdhëniet që sapo përmenda, atëherë kemi mundësi që ta shndrojmë jetën tonë, duke qenë se ju në këto momente jeni persona vërtet që keni fat. Keni një fat vërtet shumë të madh për të ndërtuar një jetë të re, aty ku ju ndjeni shumë më mirë. Gjitha kjo drama që po ndodh në këto momente në jetën tuaj është në mënyrë që ju të gjeni rrugën e cila është më e përshtatshme për ju. Para kësaj kemi mundësi që edhe marrëdhëniet tuaja ato sentimentale, sidomos lidhjet afatgjata, bëhet fjalë më tepër për martesat ose për bashkëtesat, ti shikoni me një sy të ri, të jenë shumë më të shëndetshme tashmë dhe të krijojnë disa balanca të reja, të cilat janë shumë më të shëndetshme edhe me familjen tuaj. Nga ana tjetër, kjo hën e plot për të gjithë ata që nuk janë në një lidhje tek shenja e dashur, mund të thonë edhe fillime të reja në lidhje me çështje sentimentale, duke qenë se këtu keni fatin vërtet shumë më të madh.
Drejtuesi kësaj hëne të plotë është i vendosur tek shenja e demit dhe kjo për ju, kjo do me thënë të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Tashmë gjithçka që keni mbjell, do filloni ta korni. Është një periudhë pozitive, do të filloni që ta ndjeni pothuajse më një herë, pra nuk është se do të duhet që të prisni hënën e plotë, për sa i përket të ardhur materialeve të tjera, por do ta ndjeni shumë më tepër, duke filluar nga data 30 mars e tutje. Ndërkohë që gjatë sehënit të plot, në lidhje me të ardhur materiale, këshilla ime do të ishte që duke që se mund të keni një disi pak, duke që se mund të jeni më tepër optimist se çfarë duhet, investimet duhet të jeni edhe në këtë pikë më të logjikshëm, në mënyrë që të merrni ato të mirat materiale që sapo përmenda. Nga ana tjetër, për shenjën e dashit, vërtet që do t'i këshilloja që t'jeni të vëmendshëm, sepse kjo hënë plot mund të thotë edhe vërtet divorc, mbarim ose zhvendosje komplet, domethënë për të kryer një jetë të re, por në qoftë se nuk jeni të sigurt, këshilla ime për i përsëris do të jetë që të merrni patjetër mendimin e shoqërisë tuaj, ose të paktën personave tek të cilët keni besim tek mendimet e tyre. Shenja e demit. Për shenjën e demit, kjo hënë plot domethënë shëndet, jetë e përditshme, ose më them do të ndikohet shëndeti, do të ndikohet jetë e përditshme dhe të gjitha marrëdhëniet që keni me kolegët tuaj. Është një ndikim vërtet shumë i fuqishëm. Kemi prekje pothuajse në këtë aspekt, domethënë kemi prekje vërtet shumë të madhe, çrrënjësimin e gjithçkaje. Kemi mbarimin e një periudhe ku ju nuk keni titull se ku të hedhni hapin. Dhe siri dhe pas kësaj do të fillojmë që të heqim nga jeta jonë gradualisht e tyre, sepse hëna plot domethënë fillimi i fundit. Do të filloni që të hiqni nga jeta juaj të gjitha gjërat që nuk funksionojnë. Jeni do bëni më praktik pra, por duhet si fillim të keni një disbalancim vërtet shumë të madh. Deri tek hëna plot ky disbalancim do të ndihet në mënyrë të dukshme, ju nuk do dini edhe vetë se ku qëndroni. Sidomos në qoftë se jeni në një lidhje afatgjatë, këtë mund ta ndjeni dhe më tepër. Në përgjithësi, do të fillojë që të krijohet një farë sigurie brenda vetes dhe fal kësaj do të mund të krijoni edhe jetën që juve ju duhet, që dëshironi, që ju bën të lumtur, por deri tek hëna plot, ajo pas siguria do të fillojë që të mund të pushtoj çdo aspekt të jetës, duke qenë siç e thash prek pothuajse gjërat më të rëndësishme që ju keni në jetën tuaj. Mund të ndjeni edhe një dëshirë vërtet shumë të madhe për të ndryshuar pothuajse gjithçka. Asnjë gjë nuk do t'ju ngop, asnjë gjë nuk do t'ju kënaq. Kjo është e vlefshme deri tek hëna e plot. Në të vërtetë, të gjitha këto ndodhin në mënyrë që të kuptoni se cilat janë gjërat e rëndësishme për ju. Nëse deri në këto momente nuk e dini se është puna, ndoshta edhe partneriteti juaj që është ai që doni që ju bën të ndjeni të lumtur e të tjerë. Kjo në plot do të gjitha këto pas siguri, pak a shumë nga jeta juaj do t'i largoj, ose nga mendja juaj më të themi, dhe fal kësaj kemi dhe aftësinë pastaj që të ndërtojmë jetën që ne dëshirojmë. Për ju, duke qenë se kjo hënë plot ka një mbështetje, siç e thash, duke qenë se drejtuesi i kësaj hëne të plot që është Venusi, është i vendosur tek shenja juaj dhe për fat të mirë ndodhet tek një yll fiks i cili jep jep mirësi pra jetën tonë. Kjo do të thonë pak a shumë shfarosjen ose mbarimin e të gjitha atyre problemeve të vogla në përgjithësi të cilat ju harxoni më tepër kohë, që bënin që të ndjeshit të pasigurt, që kishit me pikë pyetje siç e thash si në lidhjen tuaj, si në lidhje me karrierën, po ashtu edhe me vendin ku jetoni, dhe pas kësaj do të keni më tepër mundësi që të jeni më të lumtur, sepse do të jeni më të qetë, do ta kuptoni më mirë se çfarë dëshironi dhe ju. Fal kësaj do të mund të ndërtoni. Kemi një ndikim shumë pozitiv edhe nga Jupiteri, në duke qenë se Jupiteri është në kënd pozitiv me ju, dhe do më thënë komunikimin e keni vërtet shumë pozitiv, mjafton që në marrëdhëniet që janë me kolegët tuaj dhe në marrëdhënie me personat të cilët po e kuptoni tani që nuk ka më të mirë, ose që janë armiqtë tuaj, të mos reagoni në mënyrë impulsive. Edhe në qoftë se ju vjen deri në maj të gjuhës, do të këshilloj që të gëlltisni përmbrapsht, të mos e thoni askujt asnjë gjë, çdo gjë ta bëni pak a shumë, nuk po them në fshehtësi, po ta bëni dhe pastaj ti thoni njerëzve se çfarë pasi ka përfunduar, pra kjo është ideja. Ndërkohë që në lidhje me çështjet sentimentale dhe ju jeni nga shenjat që ka fat në përgjithësi, sepse Venusi përse që është planeti i dashurisë e të tjerë, është i vendosur tek shenja juaj, prandaj dhe keni fat në dashuri. Mjafton që
çdo gjë që është e turbull në këto momente, thjesht ta vëzhgoni me qetësi. Kjo do t'ju japë atë qartësinë që ju nevojitet për të zgjedhur në jetën tuaj të çfarë juve nevojitet. Dhe në qoftë se kjo është diçka, domethënë në klapa, nëse ndjeni nevojën që të ndryshoni pamjen tuaj fizike, do t'ju këshilloja me ngul. Në këto momente keni, në qoftë se e shprehni anën tuaj artistike ose le të them që visheni më bukur e të tjerë, kjo ju ndihmon vërtet shumë. Okej, dhe në lidhje me shëndetin, shenja e demit ndikohet tek shëndeti, nga kjo në plot. Të gjitha ato që përmenda në lidhje me sistemin urinar, për ju janë shumë më tepër të vlefshme, pak më tepër që edhe pse në kënde pozitive, urani vazhdon që t'jetë tek ju dhe urani nuk i di se si kap domethënë, prandaj mund të prek edhe pjesën e fytit. Nëse keni probleme te pjesa e fytit, do ju këshilloj që thjesht mos e sforconi me të folur ose mos vërtisni e të tjerë, pra të flisni pak më tepër për qet, ose nëse keni mundësi, mos flisni. Shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve kemi një ndikim super, ekstra, mega të fuqishëm. Kjo në plot ndodh tek shtëpia juaj e fatit, prandaj domethënë mbarimi i periudhës që nuk keni pasur fat, fillimi i një periudhe të re. Problemi është se kjo do më thënë edhe harxime të shumta për ju dhe sidomos në qoftë se nuk keni vlerësuar ose nuk keni ndjeni vetëm të vlerësuar, më të themi tek vendi juaj punës në lidhje me karrierën, ose në qoftë se nuk dëshironi që të vazhdoni më në të njëjtën profesion ose në të njëjtën vend pune, kjo hënë plot do t'ju ndikojë në mënyrë vërtet ekstreme. Mund të keni ndërprerje pothuajse të menjëhershme, sidomos në qoftë se nuk e ndjeni veten të vlerësuar, mund të reagoni ju vetë në mënyrë shumë impulsive, por kjo mund të thotë që mund të keni dhe dëme në lidhje me të ardhurat materiale. Gjithsesi, që të jeni më të vetëdijshëm, që të jeni më të ndërgjegjshëm për vlerën tuaj të vërtet në çdo aspekt të jetës, është shumë e këshillueshme. Në qoftë se ju vetë nuk arrini që ta perceptoni këtë si gjë, do t'i këshilloja që të merrni mendimin e 1 të shoqërisë tuaj, pra të miqve tuaj, 2 tek personave që i shikoni pak a shumë si mësuesit tuaj ose personat se cilët keni besim në ideologjitë e tyre. Këta janë 2 grupe të cilët do t'ju ndihmojnë vërtet shumë që të kuptoni dhe ju vetë vlerën tuaj. Në qoftë se ndjeni pak a shumë pesimist ose bini në atë frymën që përdesa nuk janë vlerësuar dhe unë nuk kam vlerë, do të këshilloj me ngurmë që të drejtohesh tek këto 2 grupe që sapo përmenda, ose të shoqëria ose të personi që i konsideroni pak a shumë si mentor, po e them në thonjza. Sepse kjo është një ndër hënat e plota e cila është shumë e rëndësishme për ju. Është deri në datën 2 prill, pra deri tek hëna e plot, do të kemi ndikime shumë të fuqishme në lidhje me këtë temë, sidomos në lidhje me karrierën. Dhe nëse bini në atë frymën e pesimizmit, faktikisht edhe ju vetë mund të humbisni shumë shanse, sepse kjo në plot mund të thotë edhe shanse që thash ndodh tek shtëpia juaj e fatit, dhe do thotë edhe mbarimin e periudhës ku ju nuk keni pasur fat. Plus periudhë mund të thotë edhe mbarimin e periudhës të cilës nuk keni pasur një njeri, një lidhje sentimentale në jetën tuaj. Pra mund të kemi edhe fillimin e lidhjeve të reja ose prezantime. Ndërkohë që nga ana tjetër mund të kemi edhe fillimin e shtatzënive ose mbarimin e periudhës ku kemi pasur probleme në lidhje me këtë temë, pra për të ngelur shtatzën, ose mund edhe të vendosim që duam që ta shijojmë vetëm jetën vet, pa pasur fëmijë në jetën tonë. Pra këto janë tematika që preken shumë më tepër, por në mënyrë që të mund të fokusohemi edhe tek gjërat që kemi fat, duhet njërë si fillim që ne ta kuptojmë që jemi persona të denj për ta pasur këtë fat në jetën tonë. Pra, si rredo, në qoftë se bini pre e pesimizmit, do t'ju këshilloj me ngul që patjetër të drejtohen tek shoqëria juaj dhe tek persona që konsideroni si mentor. Për shembull, në binjakëve kjo në plot është një nga anët e plota më të rëndësishme, duke qenë se planeti më i rëndësishëm i kësaj ane të plot, pavarësisht se Venusi është drejtuesi, në të vërtet është Mërkuri. Ai është udhëheqësi i gjithë kësaj, pra
për këtë arsye, për ju, karriera ka shumë rëndësi, që të krijoni një farë autoriteti ka shumë rëndësi. Por këtë autoritet nuk mund ta krijoni nëse bini prej pesimiste, nëse dyshoni veten tuaj. Pra, mënyra se si mund të kaloni këtë është ajo që sa përmenda. Në lidhje me shëndetjen, ju jeni të ndikuar shumë më pak se shenjat që sa po përmenda se dash edhe tek Demi, por edhe ju jeni të ndikuar. Pika ku është më tepër, domethënë, duke qenë se preket Mërkuri dhe është i vendosur tek shenjë peshqve, domethënë sistemi imunitar, si rrjedhë mund të kemi shumë më të prekur edhe sistemin e frymëmarrë, sepse ju aty jeni më të ndikuar. Dhe ajo çfarë përmenda tek e përgjithshme, pra, në lidhje me sistemin urinar, do t'ju këshilloja që t'jemi më të vëmendshëm. Shenja e gaforës është një hënë e plotë. Dhe kjo hënë e plot ndodhet në një kënd negativ me Jupiterin që është i vendosur aktualisht tek shenja jonë. Shumë mirë, domethënë, nice. Për shenjën e gaforës, kjo hënë e plot është hëna e plot më e rëndësishme. Është vërtet shumë e rëndësishme, pothuajse gjithë vitit. Duke qenë se kemi aktivizim shumë të madh edhe të hënës, sepse është në kënd negativ me Jupiterin, por edhe nga ana tjetër sepse është hënë e plot dhe është në një moment ku ne jemi shumë më të fokusuar tek gjërat që bëjmë më tepër, që ndriçojmë më tepër, ose që bëjmë më tepër zhurmë, pra. Prandaj edhe nuk kemi dhe shumë të aftë që të marrim masa. Kjo është edhe arsye që kjo hënë e plot për shenjën e gaforës mund të jetë disi të papërgatitur, mund të na gjejë disi të papërgatitur. Çështje të cilat do të preken shumë në mënyrë të konsiderueshme, karriera dhe familja. Për shenjën e gaforës mund të thotë mbarimin e familjeve, i riperceptojnë në një mënyrë komplet të retëshme. Mënyrë se deri në këtë moment, për shembull, nëse kemi sakrifikuar shumë, po jap thjesht shembull, nëse kemi sakrifikuar shumë për të ndërtuar një familje ose për të qenë prezent për familjarët tanë dhe nuk është shpërblyer, kemi pothuajse prerjen simetrik të këtyre tematikave, në qoftë se ka qenë e kundërta, ku ne nuk kemi ditur se si ta ndërtonim familjen tonë, edhe këtu do të fillojmë tashmë që ta perceptojmë. Kemi krijimin e një familje shumë më të shëndetshme. Shenja e gaforës në të vërtetë, edhe pse do të gjendet të papërgatitur, është shenja që mbrohet shumë më tepër nga sistemi. Duke qenë se kemi një kënd negativ, kemi një kënd pozitiv të Jupiterit me Mërkurin. Mjafton pra që ne të përdorim logjikën, mjafton që ne të përdorim mësimet që kemi marrë deri në këto momente nga jeta dhe të mos ngelemi të vegjël. Deri në këto momente, këtë javë thash që kemi mbajtur veten tonë pak të vogël, por pas kësaj të gjitha ato gjëra që kemi mësuar do të fillojmë që t'i bëjmë në jetë. E para punës do të fillojmë që të kemi pak më tepër guxim. Të fillojmë që të hedhim hapa në lidhje me karrierën në qoftë se nuk kemi pasur guximin që t'i hedhim. Kjo do të përkthejë në të ardhurë materiale vërtet shumë të mira. Në qoftë se jemi në karrierën që ne dëshirojmë dhe meritojmë. Në qoftë se nuk jemi ende aty, kjo hënë e plot mund të trondis mirë jetën tonë profesionale, në mënyrë që ne të gjejmë rrugën e vërtetë, pra. Fal kësaj, në të vërtetë, kur të kemi hënën e re tek shenja e dashit, pastaj do të fillojmë që të shikojmë ato shtigjet e reja që janë hapur deri në ato momente, por deri në atë ditë, pra deri tek data 2 prill, si fillim, ne duhet që të jemi të vetëdijshëm, të ndërgjegjshëm dhe të sinqertë me veten tonë. Është apo s'është kjo puna që unë dua të bëj? Jam e vlerësuar apo s'jam e vlerësuar ashtu siç duhet? Dhe në bazë të kësaj të fillojmë të ndryshojmë mënyrën se si veprojmë. Jo si reagojmë, se si veprojmë, në mënyrë që të marrim atë që meritojmë. Ndërkohë që ndryshimet, për sa i përket lidhjeve sentimentale, të shenja e gaforës do të ndihen në mënyrë të dukshme. Madje mund të jetë një nga shenjat që mund të ketë lidhje surprizë. Kjo vërtet me persona të cilët edhe mund të ketë njohur për një periudhë të gjatë dhe ka pasur një farë shoqërie, ose mund të jetë edhe me persona të cilët rikthehen në jetën tonë. Jo ish partner, nuk kam më ish partner. Bëhet fjalë për persona që kemi njohur nga fëmijëria, nga sidomos persona që mund të kemi njohur që nga universiteti, nga shkolla, në një farë mënyrë, pra, ose që kenë pak a shumë një farë të njëjtën lloj ideologjie si ne. Këta janë persona që do të mund të futen në jetën tonë, është shumë më e mundshme, të themi. Fal kësaj për shenjën e gaforës, kemi krijimin e një jete të re, shumë më të balancuar.
Gjithë ky disbalancim që do të ndiejmë deri në datën 2 prill, pas asaj do të fillojë që të krijojë një balans të re shumë më të shëndetshëm për ne. Në lidhje me shëndetin është shumë e prekur, duke qenë se Jupiteri është në kënd negativ dhe zmadhon të gjitha anët negative, të gjitha ato që përmenda, probleme sistemi urinar do të ndihet vërtet shumë tek shenja e gaforës, i cili do që të hidratohemi ashtu siç duhet ka shumë rëndësi. Nga ana tjetër, tek shenja e gaforës mund të kemi shumë të prekur edhe stomakun, sistemi i tretës përgjithësi, po sidomos stomakun, edhe në këtë pikë do të këshilloj me ngurmë që të jemi të kujdesshëm, që të mos e keq trajtoni stomakun tuaj, pra të ushqeni ashtu siç duhet, ushqime të buta do t'ja këshilloja me ngurmë. Shenja e luanit gjatë kësaj deri tek kënaqë plot më të themi kemi kokforci pa kuptim. Është më shumë fat shenja e luanit në këto momente, por nga kjo kokforci që ka mund edhe të mos di ta përdor. Arsyeja që është kaq kokfort është sepse në këto momente mund të ndiej krenarinë e tij të cënuar. Prandaj dhe mund të flas, mund të thotë, domethënë fjalën e fundit në fillim. Në qoftë se nuk shkojnë gjërat ashtu siç ai mendon se duhet të shkojë, atëherë mund të heqë dorë në momentin e fundit ose pa e filluar diçka fare. Por në këto koha ku jetojmë aktualisht, domethënë, nuk na i lejon ta bëjmë këtë gjë, ose na ndëshkon vërtet shumë në qoftë se e bëjmë diçka të tillë. Prandaj edhe për shenjën e luanit, kjo hënë e plot, domethënë pak a shumë një lloj zgjimi ose një në qoftë se e keni bërë këtë si gjë deri në ato momente ose deri në këto momente, mund të vëmë re, domethënë që sistemi ju shkon mirë, sepse mund të heq nga jeta juaj dhe gjëra që janë shumë të rëndësishme, thjesht sepse ju nuk keni ditur se si t'i vlerësoni. Por përsëris, shenja e luanit në këto momente është shenja që ka më tepër fat dhe po hyn në jetën tuaj shumë gjëra të reja, shumë pozitive. Puna është këtu, sa ja u dini vlerën. Nëse nuk ja u dini vlerën, mund të hiqen nga jeta juaj dhe mund të vinë vetëm gjëra të cilat deri te kapaciteti juaj, deri aty ku dini vlerën pra. Por kjo hënë e plot ka dhe këtë si ndikim që duhet të sakrifikoni atë çfarë është në dukje e rëndësishme për ju, ose që ju tregon, domethënë që është pak a shumë tek pamja juaj e jashtme. Në qoftë se sakrifikoni pra egon, atëherë kjo është një nga temat kryesore që kemi në këto momente të shenja e luanit, nuk kam çfarë të bëj. Në qoftë se sakrifikoni egon për të mirën e lidhjes tuaj, për të mirën e familjes tuaj, për të mirën e shoqërisë tuaj, atëherë keni fat vërtet shumë të madh. Fatin ku e keni tek karriera, keni një fat vërtet shumë të madh këtu. Dhe nga ana tjetër kemi një fat vërtet shumë të madh për të krijuar, për të zgjeruar, më të themi, enën tonë. Këto do fillojmë që ta bëjmë re pothuajse më një herë, por në qoftë se hedhim hapa të sigurt, do të kemi përfitime vërtet shumë të mëdha, sepse do të krijojmë një farë balance të re në univers. Si rrjedhoj, shenja e luanit në këto momente po rindërtohet, po rikrijohet, pra duke krijuar një vend shumë më të madh në univers. Dhe fal kësaj, pas hënës së plot, kemi mundësinë që të kemi të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Kemi aftësinë që të krijojmë kontakte të cilat na mbështesin vërtet shumë. Kemi aftësinë që të ndërtojmë marrëdhënie familjare të cilat janë shumë më të shëndetshme dhe të krijojmë balanca të cilat ne na ndihmojnë që të jemi pak a shumë vërtet mbreti i xhunglës, pra. Ndërkohë që në lidhje me shëndetin, shenja e luanit ka një ndikim vërtet shumë të fuqishëm, sepse kemi shumë vendosje tek shenjat e zjarrit. Dhe kur kemi shumë vendosje tek shenjat e zjarrit, kjo do të thotë edhe probleme tek sistemi kardiovaskular, pra tek zemra. Të gjithë ata që kanë probleme këtu do t'i këshilloja me ngurmë që të shkoni te doktori, që tani mos prisin deri tek ana e plot. Ndërkohë që problemi që është tek sistemi urinar, tek ju do të ndihet edhe më tepër, sidomos në qoftë se nuk hidratoheni ashtu siç duhet. Elementi i tokës mund të jetë është disi më i ulët gjatë seanës të plot, prandaj edhe që të tokëzoheni do t'ju bëjë dhe më mirë. Një temë që është shumë e rëndësishme për shenjën e luanit është marrëdhëniet që keni me vëllezërit dhe me motrat tuaj. Kjo është një hënë e plotë i cili do të ndikojë vërtet shumë këto, duke qenë se do të ndryshojë komplet dinamikat që keni me ta. Do t'ju këshilloja që
këto marrëdhënie ti rishikonit edhe një herë dhe jo ti mbaronit, pra jo që të largoheni, por që të rindërtoni të shëndetshme, dhe në qoftë se deri në këto momente mund të keni rënë pre egos tuaj dhe i keni sforcuar këto marrëdhënie, do t'ju këshilloja që të jepni hapin e parë drejt shërimit të tyre. Shenja e Virgjëreshës. Për shenjën e Virgjëreshës, në përgjithësi ndikimi është disi më i zbutur, disi më pozitiv, por periudha që merrni ndihmë nga shoqëria juaj mbaron me këtë hënë të plotë. Duke qenë se deri tek hëna plot do të vazhdojmë që të kemi informacione, kontaktet që mund të na ndihmojnë në lidhje me rritjen tonë, kemi dhe aftësinë që të përdorim, por pas hënës së plotë gjitha kjo mbaron. Madje mund të fillojnë që të na bëjnë dhe pengesë. Si rrjedhoj, vërtet që do t'ju këshilloj që deri atë ditë, pra deri datën 2 prill, t'i përdorni në maksimum, sepse pas asaj date, edhe nëse do doni ju t'i përdorni, nuk i përdorni dot më. Ndikimi më i rëndësishëm që kemi është dalja surprizë të individëve, ose hyrja, më të themi, surprizë e individëve në jetën tuaj. Në përgjithësi këta janë në lidhje me çështje sentimentale dhe janë dhe bëhen pothuajse me një figurë autoriteti ose persona të rëndësishëm, më të themi, në jetën tuaj. Kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm për sa i përket partneriteteve tek shenja e Virgjëreshës. Ju jeni shenjë që ndikojnë shumë herë më tepër se të gjitha të tjerë. Në përgjithësi kemi rregullimin e marrëdhënieve, kemi riperceptimin e të gjitha dinamikave, pra, dhe vendosjen tuaj në një pozicion shumë herë më prestigjos ose shumë herë më me avantazh. Prandaj dhe kemi dhe krijimin e familjeve. Për shenja e Virgjëreshës do të ndikohet në mënyrë shumë të fuqishme nga kjo. Prezantime të pafundme me individ, me kontakte të reja, të cilat ju ndihmojnë që të krijoni atë çfarë dëshironi. Në lidhje me karrierën, veç do t'i këshilloj që të jeni disi më të vëmendshëm. Arsyeja që po e them këtë është se mund të merrni mendime të gabuara, sidomos në qoftë se merrni mendimin e familjarëve tuaj. Me dashje apo pa dashje mund të drejtojnë në rrugë të cilat ju bëjnë që të humbisni shumë të ardhurë materiale. Nuk do të thotë që nuk do të merrni mendimin e askujt, po them thjesht që kalojeni një herë në atë pra në logjikën tuaj, logjikojeni vetë ose shikojeni edhe një herë, domethënë, analizoni edhe një herë vetë përpara se të veproni. Ndërkohë që pika e cila keni vërtet shumë fat është të ardhurat materiale. Të gjitha pengesat që mund të keni deri në këto momente dhe deri tek hëna plot, pas kësaj pothuajse hiqen. Sidomos pengesat që mund të jenë krijuar sepse nuk kishit kontaktet e duhura. Pra, të gjitha këto hiqen, sepse siç e thash vendosen në një pozicion i cili është më tepër prestigjioz dhe keni edhe më tepër aftësi që të hapni vetë rrugë vetes tuaj. Pra, dhe të krijoni dhe të ardhur materiale vërtet shumë herë më të mira. Ndërkohë që bashkëpunimet të cilat deri në ato momente nuk mund mos kenë dhënë fruta, pas asaj do fillojnë që të japin shumë më tepër. Kemi dhe aftësinë mbi të gjitha që të avancojmë vërtet shumë në shoqëri. Ju jeni një nga shenjat e cilat në këtë pikpamje ka shumë fat. Pak a shumë bëheni zoti vetes tuaj, pra. Shenja e Peshorës. Kjo hënë plot është tek shenja juaj. Prandaj dhe ju jeni shenja që ndikoni pothuajse më shumë se të gjitha shenjat e tjera, pas shenjës së Gaforës, sepse ajo është shenjë që ndikohet më tepër. Gjithsesi, nuk kemi nevojë për raditje. Ndikimi më i rëndësishëm për ju është mënyra se si perceptoni veten tuaj. Deri tek hëna plot do të lodheni në mënyrë të dukshme. Mund të jeni shumë të pasigurt, mund të mos dini nëse vlerësoni ashtu siç duhet, sidomos nga partneri juaj, ose partnerja juaj. Prandaj dhe jeni pak a shumë në një fazë disi melankolie. Fati i madh është se Venusi gjatë së hënës së plot do të jetë vendosur tek shenja e Demit dhe kjo për ju do të thënë një avantazh vërtet shumë i madh, sepse mbështetja që merrni nga partneri juaj në mënyrë të vetëdijshme ose të pavetëdijshme arrini që ta ndjeni t'ju krijojnë një farë sigurie brenda vetes. Prandaj dhe këshilla ime do të ishte që të jeni disi më realist. Ajo melankolia që ndjeni në këto momente faktikisht është si rrjedhoj gjithë lodhjes që keni pasur dhe
plus sepse po krijon dinamika të reja në jetën tuaj. Këto dinamika në përgjithësi, siç e përmenda, janë në lidhje me partnerin tuaj, sepse ju vetë po krijoni një identitet të ri. Jeni tashmë më tepër individualist. Kjo është diçka pozitive. Mbështeteni më tepër tek vlerat tuaja dhe kjo detyrimisht është diçka më pozitive, sepse fal kësaj ju bëni një individ më shëndetshëm, i cili i shërben edhe më tepër lidhjes së tij. Pak më tepër që kemi një periudhë të gjatë që keni pasur mundësi që të avanconi në karrierë, që të bëni pak a shumë një figurë autoriteti që vlerësoni ashtu siç duhet tek vendi i punës. Por, kjo hënë e plot do me thënë edhe një kënd negativ, pikërisht Jupiterin që deri në këtë moment ju ka ndihmuar. Prandaj dhe edhe tek karriera, gjatë se hënë të plot, deri në datën 2 prill, mund të keni një farë pasigurie. Në qoftë se ju i merrni gjërat me qetësi dhe fokusoheni në rritjen tuaj personale për të qenë më të ndërgjegjshëm, më të vëmendshëm tek veprimet tuaja, keni aftësi vërtet kolosale që çdo gjë në jetën tuaj ta shndrroni në diçka shumë herë më pozitive. Diçka që ju shërben shumë më tepër. Të krijoni një balans të re edhe me familjarët tuaj, edhe me partnerin tuaj, edhe me fëmijët tuaj, nëse nuk ose më themi edhe në karrierën tuaj, në jetën tuaj profesionale pra. Ndërkohë që një nga temat më të rëndësishme, domethënë edhe mbarimi i gjyqjeve për shenjën e peshores, aty ku është bërë një farë padrejtësie, ku nuk është dhënë ajo që meritonit ose kur zgjatur për një periudhë shumë të gjatë. Periudhë kjo domethënë tashmë futej në një periudhë ku në të ardhurën materiale nuk keni më probleme. Dhe aty ku është bërë padrejtësi, pra filloni që të kemi drejtësi. Kemi një rritje vërtet shumë të madhe në lidhje me shoqërinë, sepse bëni një person shumë më tepër social, fal kësaj hënë të plot, sepse ju siç e thash jeni pak më tepër individualist tash. Me shikoni veten tuaj si individ dhe shoqëria pak a shumë ju shërben për këtë arsye. Ndërkohë që në lidhje me shëndetin, jeni një nga shenjat që ndikohet më tepër, duke qenë se ju e keni të ndjeshëm sistemin urinar, detyrimisht do të ndikohen shumë nga kjo. Mund të kemi probleme në lidhje me, ose më themi dhimbje tek pjesa e mesit, mund të kemi edhe probleme në lidhje ose dhimbje tek veshkat. Do të këshilloja për këtë arsye që të kujdesemi vërtet shumë që nga ky moment në lidhje me shëndetin tonë fizik. Dhe nëse kemi qoftë një simptom nga këto që sapo përmenda, të drejtoheni te doktori dhe të merrni masat e domosdoshme. Lajmi tjetër, që është lajm i mirë, për të gjithë ata që janë tek shenja e peshorës dhe nuk janë në një lidhje. Dhe deri në këto momente, madje edhe deri tek hëna e plot, mund të ndjejnë një farë pasigurie sepse nuk janë të sigurt nëse personi përballë ndjejnë një lloj si ata, pra keni një person në mendjen tuaj, por nuk jeni të sigurt. Mund të merrni propozime surprizë ose të kuptoni në një farë mënyre, në një mënyrë në tjetër më të themi, që edhe personi përballë ka të njëjta ndjenja si ju. Shenja e peshorës në lidhje me çështje sentimentale është shenja më me fat. Ka shumë fat nga kjo hënë plot, sepse do thotë mbarimin e gjithçka që ju bënte që të kishit të pasiguri tek vetja juaj dhe fal kësaj keni aftësinë që edhe ju të dilni në skenë si një person shumë më i shëndetshëm, të ishni dorë nga gjithë ato anët tuaj që i konsideroni si të dobta, në thonjza, dhe të krijoni edhe lidhje shumë më të shëndetshme fal kësaj. Shenja e akrepit. Shenja e akrepit, të gjithë ata që kanë lindur më të themi, rreth datës 2 nëntor, janë persona me shumë fat nga kjo anë e plot. Pse specifikisht, do thoni ju, duke qenë se do të krijohet një trekëndësh uji për ju, domethënë, jeni me shumë fat, personat që kanë lindur nga data 1 deri afërsisht tek data 5 nëntor janë persona me shumë fat nga tek kjo anë e plot. Jo se të gjithë se ata të tjerë nuk janë, po këta janë më tepër fat. Ndërkohë që për të gjithë në përgjithësi ndikimet më të fuqishme që kemi, i kemi tek bota jonë e brendshme, tek psikologjia jonë e brendshme, kemi një rikrijim komplet, si fillim disbalancim dhe pastaj rikrijim në komplet të psikologjisë tonë. Për këtë arsye shenja
akrepit, nga kjo hënë e plot mund të lodhet disi. Ka shumë fat, siç e përmendë, sepse kemi dhe shërimin, trekëndësh tek shenjat e ujit, domethënë shërim, si fizik po ashtu edhe mendor, por derisa të arrijmë atje, vërtet që mund të lodhemi sepse mund të kemi disbalancim të dukshëm të botës tonë të brendshme. Pak më tepër që në këto momente janë shumë të brisht shenjë e akrepit sepse kanë humbur shumë, kanë dalë shumë gjëra nga jeta juaj dhe duke qenë se nga kjo hënë e plot do të ndikohet shumë edhe ajo bota juaj e brendshme që është shumë e brisë që përmenda, mund të ndjeni një farë pesimizmi kundrejt jetës. Në këto raste, këshilla ime do të ishte me ngulm që të merrnit mendimin, ndihmën e komplet njerëzve që keni në ambientin tuaj. Nuk ka rëndësi fare se kush janë. Mjafton që të keni besim tek fjalët e tyre. Mjafton që ta dini që nuk jo kanë me të keq. Këtu mund të jenë edhe kolegët tuaj sepse mund të bëjnë mbështetje vërtet shumë e madhe. Në të njëjtën kohë mund të jetë edhe shoqëria juaj. Dhe për shenjën e akrepit, një nga temat më të rëndësishme që kemi është edhe nga kjo, pavarësisht se zymtësia që mund të ndiejmë brenda vetes, duke qenë se vërtet kemi shumë fat, shumë e rëndësishme kjo ta nënvizoj, mund të dalin persona përballë të cilët pak a shumë na shpëtojnë nga vetja jonë dhe bëjmë persona burim lumturie. Pra, në përgjithësi këto mund të bëhen edhe partnerët tanë. Si rrethor për shenjën e akrepit është një nga shenjat që vërtet ka fat në lidhje me çështje sentimentale, sepse mund të prezantohet me personin e jetës në këto momente. Fillimin e krijimeve të reja, po ashtu edhe fillimin e partneriteteve ose të martesave e një të gjithëvlefshme. Duke qenë se në këto momente për shenjën e akrepit jemi në një fazë ku këto lloj tematikash janë shumë aktive. Kemi një ndikim gjatë seanit të plot për sa i përket familjes, banesës, është shumë e fuqishëm dhe shumë pozitiv në këtë rast. Të gjitha shenjat e tjera mund të ndikohen negativisht, ndërkohë që për shenjën e akrepit kjo temë është disi më pozitive sepse ka më tepër fat në këtë pikë, mund të krijojë balanca shumë më thjesht, pra brenda familjes, prandaj edhe në të vërtetë ju mund të bëheni edhe le të themi epiqendra pak a shumë e balancimit në lidhje me tematikat familjare, bëhet fjalë gjithmonë brenda shtëpisë tuaj, familjes tuaj e të tjerë të tjerë. Të gjithë njerëzit mund të drejtohen tek ju për paqe, pra, duke qenë se do të bëjnë pak a shumë shtylla e cila mban komplet atë shtëpinë në këmbë. Në lidhje me të ardhurat materiale, më duhet të them që shenja e akrepit në këto momente është ende në fazën ku nuk është se i vere mirë, nuk po them që nuk ka të ardhur material që i po i vjen jetën e tij, por është në një fazë që është ende në krijim me sipër, do të fillojmë që të ndiejmë shumë më tepër, pas hënës së plot, ose më të themi tret hënës së re e cila do të jetë tek shenja e dashit. Shëndetin e kemi të ndikuar, por jo aq shumë sa shenjat e tjera. Është diku në mes, domethënë. Shenja e shigjetarit. Shenja e shigjetarit ka një ndikim shumë të fuqishëm, nuk mund të them që shumë pozitiv. Arsyeja që nuk mund ta them këtë është sepse mund të përballet me persona tek shoqëria e tij që e zhgënjejnë shumë në mënyrë të dukshme. Dhe si rreth kemi mbarimin e një epoke në disa raste me disa persona që mund të kemi pasur për një periudhë shumë të gjatë në jetën tonë, ose mbylljen e një cikli në organizata të ndryshme. Kjo mund të thotë edhe mbarimin e disa ideologjive, të cilat në të vërtetë e kanë mbajtur mbrata, por edhe kanë ndihmuar që deri në këtë moment që të rritej. Kemi krijimin e një balance të re për shenjën e shigjetarit. Balanca më e rëndësishme që do të krijohet është mënyra se si prezantohet në botë, në shoqëri, duke qenë se që tash do të mbarojnë disa tematika këtu, ose disa raste disa persona mund të largohen dhe falkesa do të kemi edhe krijimin e një shoqërie të re, një grupimi të ri, më të themi. Falë kësaj mund të kemi edhe fillimin e një periudhe ku fillojnë gradualisht realizohen ëndrat tuaja. Është një ndikim shumë i fuqishëm, shumë i lodhshëm, më duhet ta nënvizoj, por nga ana tjetër është edhe një nga ndikimet më pozitive që kemi pasur deri në këto momente. Për ju, kjo hënë e plot do me thënë mbarimi i zhgënjimeve në një farë mënyre, sepse është vërtet fundi i gjithë kësaj pike, por është edhe
maksimumi, domethënë që mund të zhgënjehemi deri në datën 2 prill. Pas asaj, kjo si periudhë do të mbarojë dhe do të kemi fillimin e një epoke të re kur fillojmë dhe ëndrat tona i thurim nga e para pak a shumë dhe krijojmë diçka shumë më të shëndetshme në jetën tonë. Fal kësaj, edhe për ju mund të kemi prezantimin e personit tuaj të jetës. Duke qenë se në këto momente jemi në atë fazë, mund të kemi prezantim, mund të kemi fillime të reja, në lidhje me çështjet sentimentale ju jeni shenja më me fat, duke qenë se kemi shumë vendosje këtu. Ndërkohë që duke filluar ose më them nga kjo hënë plot, ndikimi më i rëndësishëm që do të kemi është edhe ne kuptojmë shumë se cilët janë personat e shëndetshëm për ne. Deri në ato momente mund të jemi disi impulsiv, duam thjesht që ta shijojmë jetën, duam thjesht që ta argëtojmë, duam thjesht që të kemi dikën në jetën tonë, por pas asaj shikojmë gjërat më tepër realizëm. Dhe siç e thash, duke qenë se do të jemi zhgënjur, të shikojmë gjërat me më tepër prakticitet tashmë. Pak më tepër që kemi edhe Venusin të vendosur tek shtëpia e shëndetit, e jetës së përditshme. Kjo do thotë që jemi më praktik edhe në përqasjen që kemi ndaj dashurisë. Prandaj për ju kjo hënë e plot domethënë rikthimi pak a shumë në rrugën tuaj ku duhet të ecni. Është një hënë e plotë e cila është sa pozitive aq edhe e lodhshme, sepse kemi zhgënjime pra. Por fal kësaj edhe ju do të filloni që të ndërtoni ëndrat të cilat janë më të realizueshme. Këshilla ime do të ishte kjo që në qoftë se i ndani në pjesë pra atë çfarë duhet të bëni. E bëni hap pas hapi, e keni shumë më të thjeshtë të avanconi. Sepse pavarësisht se kjo gjatë hënës të plot drejtuesi juaj Jupiteri do të jetë në kënd negativ, kjo nuk do të thonë thjesht negativitet, kur kemi kënde të tilla domethënë mund të thotë edhe mbarimin e të gjitha problemeve që ne kemi hapur vetes tonë dhe mbarimin e një cikli i cili na ka mbajtur në një vazhdimisht në të njëjtën çark pra, në karma. Fal kësaj mund të kemi edhe për shembull mbarimin e divorcit, mbarimin e gjyqjeve dhe fillimin e një periudhe të re shumë më të shëndetshme për ju. Për shëndet shoqëtare deri në datën 2 prill e di që ju pëlqen shumë që të udhëtoni, e di që doni të argëtoheni, por këshilla ime do të ishte që të fokusohesh më tepër tek shtëpia, banesa, familja juaj, sepse këtu kemi krijimin e disa dinamikave të reja. Dhe në qoftë se nuk i qëndroni në kokë, pra mund të vazhdojmë që të kemi të njëjta probleme edhe më vonë, por ky është një moment ideal që të zgjidhim të gjitha problemet që kemi në lidhje me këtë temë. Preket pothuajse çdo aspekt i jetës tuaj, pothuajse çdo aspekt dhe pjesa më e lodhshme dhe disi më problematike do të jetë se do të përballeni me hijen tuaj, me anën tuaj të errët pra. Përfundimi është shumë pozitiv, por rruga është e lodhshme. Shenja e Bricapit. Shenja e Bricapit është një tjetër shenjë kardinale dhe kjo është një hënë e plot tek shenjat kardinale dhe të jemi realist për shenjën e Bricapit mund të jetë shumë e lodhshme si hënë e plot. Për ju ndikime në përgjithësi janë në familje, në partneritetet tuaj, por vërtet mund të kemi kështu mbarime simetrik, domethënë të gjitha martesave, pothuajse partneriteteve, në disa raste dhe biznesi, partnerët e biznesit pra, mund të mbarojnë pothuajse simetrik. Dhe për të gjithë ata që kanë vendosur një le të themi një datë të shënuar, pra që keni diçka shumë të rëndësishme për ta bërë rreth atyre datave, vërtet që nuk do t'ju këshilloj. Këtu bëhet fjalë në lidhje me martesa ose me diçka të tillë të madhe, domethënë vërtet që nuk do t'ju këshilloja, sepse kemi mbylljen e një këndi i cili bëhet goxha problematik, sjell shumë sfida në jetën tonë. Por nuk do të thotë thjesht domethënë se ka vetëm negativitet. Pas kësaj për shenjën e Bricapit kemi fillime të reja shumë më të shëndetshme, shumë më të fuqishme. Marrëdhëniet deri në ato momente, deri në datën 2 prill do të sfidohen në mënyrë të dukshme. Këtu bëhet fjalë edhe për marrëdhëniet për marrëdhënie familjare, bëhet fjalë edhe për martesa, bëhet fjalë edhe në lidhje me marrëdhëniet që keni me prorët tuaj, ose që ju keni në lidhje me karrierën tuaj. Këtu edhe ju një lloj siç tek shenja e peshorës mund të jeni të pavendosur. Nuk dini se cila është rruga që duhet të ndiqni. Për të gjithë ata që janë në një lidhje afatgjatë dhe nuk jeni të sigurt nëse është lidhja që duhet të jeni në jetën tuaj, pra nëse keni pikë pyetje brenda vetes tuaj, kjo hënë plot do të mbarojë pikërisht këtë.
periudhën që nuk jeni të sigurt se çfarë doni dhe fillimin e periudhës ku jeni të qartë në idetë tuaja dhe vendosen në bazë të saj. Në përgjithësi, kur kemi pikë pyetje, domethënë që nuk është se e duam vërtet atë gjë në jetën tonë, në përgjithësi bëhet fjalë. Kjo është edhe arsye që kemi atë pasigurit. Këshilla ime do të ishte që të veproni në bazë të analizës që po nxirrni në këto momente. Nuk e mund të këshilloj njerëzve që të divorcohen edhe të tjerë, nuk është ajo ideja, por në bazë të analizës tuaj do të këshilloja që nëse është diçka që nuk funksionon, të gjeni zgjidhje, të komunikoni më hapur me partnerin tuaj. Dhe mbi të gjitha, në qoftë se keni probleme në dinamikat familjare, do t'i këshilloja me ngurmë që t'i rishikoni, sepse këto mund të bëjnë vërtet shumë të lodhshme, jo vetëm për tani dhe për 2 vitet në vazhdim, dhe do ta keni shumë më të vështirë pastaj që t'i zgjidhni këto si probleme. Është pak a shumë e njëjta tematikë që kam thënë dhe tek eklipsi i diellit. Gjithsesi, më duhet ta ripërsëris. Ndërkohë që për sa i përket karrierës, për ju pak a shumë mbaron si me thik të gjitha problemet që keni pasur këtu. Edhe nëse ndjeni të pasigurt, pak a shumë këtu rrugët do të hapen vetvete, mjafton që ju të dini se çfarë duhet të ishni nga jeta juaj. Për këtë arsye, në lidhje me karrierën, e vetmja gjë që do t'ju këshilloj është thjesht të shikoni qartë çfarë ju shërben, çfarë nuk ju shërben. Nëse është diçka që thjesht ju merr kohë, sidomos nëse është puna juaj, nëse është diçka që thjesht ju merr kohë, nuk keni përfitime, vërtet që do t'ju këshilloj që të mos harxhoni komente dhe të fokusoheni që të ndërtoni diçka të re. Më duket se i thash të gjitha. Në lidhje me shëndetjen jemi të prekur edhe ju jeni të prekur. Në përgjithësi, ndikimet, domethënë janë ato që përmendëm në fillim. Kemi probleme tek sistemi urinar, në qoftë se keni probleme këtu, detyrimisht do shkoni te doktori, dhe diçka tjetër, duke qenë se ju jeni një shenjë toke, do të këshilloj që sa më shumë të gëzohemi, aq më mirë do të jetë. Në këtë rast që të ecim zbathur, është e thjeshtë dhe të hidratojmë ashtu siç duhet. Për shenjën e ujorit, kemi një ndikim i cili mund të quhet pozitiv, është se kemi kënde pozitive edhe me hëna dhe me diellin. Pra ju që keni lindur gjatë kësaj shenje ose që keni ascendent te kjo shenjë, keni kënde pozitive me këtë hënë të plot. E prandaj keni dhe shumë më të thjeshtë, edhe nëse dalin problemet, t'ia anashkaloni. Pra kjo është ideja. Ndikimi më i fuqishëm tek ju vjen tek të ardhurat materiale. Në këtë rast është pozitive, duke qenë se Mërkuri ju hap disa shtigje të reja në lidhje me bashkëpunimet, për të marrë vlerën që ju dëshironi, kthimin e borxheve, kam kohë që e them, domethënë, por duhet që ta kërkoni, pra vlerën që ju keni, duhet filloni ta komunikoni, ta flisni, nëse doni ta merrni. Për fat të mirë, gjatë se hënet të plot, kemi edhe një kënd pozitiv të Saturnit me Plutonin që është i vendosur tek shenja juaj. Pak më tepër që Plutoni në këto momente tashmë ka ndruar grad, ka kaluar te grada tjetër dhe është kthyer në një planet disi më pozitiv. Kryen një farë stabiliteti më mirë në jetën tonë, kthehet në një farë forcë magnetike e cila tërheq gjërat më pozitive. Për të gjithë personat që dëshirojnë që të udhëtojnë, është një moment fantastik, sepse gjithçka që ka të bëjë me ajrin ose me qiellin është shumë më pozitive. Do t'ju këshilloj me ngurmë që ta bëni, qoftë edhe për të pasur një moral më të lartë pra gjatë gjithë periudhe, jo ndikoja me ngurmë. Ndërkohë që pika të cilat duhet jemi të vëmendshëm është shëndeti fizik. Për ju shëndeti fizik është shumë i prekur. Jeni shenja që ndikojnë shumë më tepër dhe problemet e shëndetit fizik shtohen tek ju, zmadhohen edhe më tepër. Këtë mund ta përdorim në avantazhin tonë, nëse nuk e përdorim në avantazhin tonë, do të jetë shumë një situatë vërtet shumë dizavantazh, domethënë. Si ta përdorim nëse kemi qoftë dhe simptome më të vogël, në këto momente do t'i këshilloj me ngurmë që të shkoni te doktori. Pika ku ndikohemi e përmenda është sistemi urinar, nëse keni simptome qoftë edhe më të vogël në këto momente, shkoni patjetër. Për shenjën e ujorit, ajo çfarë është më e ndjeshme është sistemi nervor. Prandaj edhe kjo është edhe pika ku duhet të jeni më të vëmendshëm. Nëse se jeni më të ngarkuar edhe nga nervat, pra nga mendja, po edhe mund të ndjeni pak a shumë lodhje në gjithë trupin tuaj, me ngurmë do t'ju këshilloj në këto momente që të jeni shumë më të vëmendshëm.
të shkon te doktori, në qoftë se e dini diçka, keni një farë rutine që juve ju funksionon, bëjeni patjetër që t'jeni shumë të kujdesshëm në lidhje me aktivitetin fizik. Në këtë moment do t'ju këshilloj me ngurë. Në qoftë se nuk keni filluar ende, fillojeni që tani, duke qenë se jemi gjatë periudhës që hëna është duke u zmadhuar, edhe ne kemi aftësinë që të kemi vullnet më të madh për të krijuar rutina në jetën tonë. Pra, jemi fiks në momentin e dur, mjafton që ju të doni ta përdorni. Në qoftë se nuk i përdorni gjitha këto, e lini në mëshirën e fatit. Pra vërtet, dhe fati nuk do të ketë mëshirë, po ja them shumë troç. Çështje sentimentale për ju vijnë persona të cilët, po ja them këtu, keni shumë fat edhe në lidhje me këtë temë, por persona të cilët ju bëjnë që të ndjeni mirë, të sigurt, para shumë që i ndjeni si shtëpi, si familje, ata janë persona që duhet i merrni në jetën tuaj. Në qoftë se nuk e ndjeni kështu, në këtë mënyrë, pra, në qoftë se sistemi juaj nervor para shumë acarohet, nuk jeni të sigurt, keni ato çebje fluturat në stomak, ajo nuk është diçka pozitive, pra. Duhet patjetër anashkalojeni. Ose qetësojeni në veten tuaj, shikoni se pse po krijon gjitha këto probleme. Pastaj mundoheni që të krijoni një lidhje të shëndetshme, por në qoftë se me ngurë vazhdoni që të ndjeni diçka të tillë, vërtet nuk do t'ju këshilloj, sepse me shumë mundësi janë persona të gabuar. Okej, shenja e peshqve. Për shenjën e peshqve një lloj siç ishte tek shenja e Virgjëreshës, më duhet të them, kemi ndikime në përgjithësi pozitive. Atëherë, ndonë se kemi kënë negative të kësaj hëne të plot me Jupiterin, duke qenë se njëjti Jupiter ka kënë pozitive me Mërkurin, i cili është i vendosur në këto momente tek shenja juaj, domethënë që ju ja anashkaloni shumë thjesht problemet dhe nëse dalin. Pika ku mund të dalin këto probleme janë bashkëpunimet. Gjyqet, edhe këto mund të bëjnë problematike sepse mund të zgjaten më tepër se çfarë duhet, dhe vërtet që mund t'ju bëhet padrejtësi në lidhje me shpërndarjen e pronave. Këtu ju duhet të vendosni se çfarë ka rëndësi vërtet në jetën tuaj. Doni që të merrni me këtë si temë, apo doni që të zgjidhni qetësinë tuaj shpirtërore dhe të fokusoheni tek gjërat që i keni në dorë. Duke qenë se këto janë ndarje e pronave të përbashkëta, për diçka që kemi të përbashkët, nuk është 100% në dorën tuaj. Në qoftë se fokusoheni tek gjërat që vetëm ju i keni në dorë, në këtë moment e keni më tepër fat. Fati më të madh e keni në lidhje me krijimin e burimit të ardhur materiale të reja, që i krijoni vetëm ju, që nuk keni nevojë për të tjerët. Kjo është diçka shumë pozitive. Mënyra se si e bëni këtë është nëpërmjet komunikimit. Të gjithë ata që merren me tregti kanë edhe më tepër fat. Kemi një ndikim vërtet shumë pozitiv në krijimin e diçkaje të re në këto momente. Pra para shumë lindjen e diçkaje të re. Kjo mund të thotë edhe nëse diçka e keni hobi, pra mund të filloni që ta bëni si punën tuaj. Në qoftë se bëni një punë që e keni pasur hobin përpara, kemi fillimin e të ardhur materiale vërtet shumë të mira nga kjo. Si rridhoj, ju ndjeni shumë më të vlerësuar, e si rridhoj, kemi dhe aftësinë që të avancojmë shumë më tepër, të kemi kryejmë sukses edhe më të madh e të tjerë. Duke qenë se kemi krijimin e stabilitetit të ri, i një balance të re, më të themi, në jetën tonë, kjo është e vlefshme për të gjitha shenjat, edhe për ju mund të thotë edhe krijimin e një jete të re, më të balancuar. Kemi prekjen e sistemit urinar në lidhje me shëndetin, edhe tek kjo është e vlefshme, duke qenë se vazhdojmë që të kemi shumë vendosje tek shenja juaj, do thotë që sistemi imunitar është i prekur dhe këmbët janë të prekura, vazhdojnë që të jenë të prekura, më të themi. Për fat të mirë, të gjitha infeksionet bakteriale që na la eklipsi i hënës tek shenja e Virgjëreshës nuk janë më ose po zbuten në mënyrë të dukshme, po zhduken në mënyrë të themi. Por deri tek kjo hënë e plot, ajo çfarë do të kemi është shumë më tepër të prekjen e sistemit imunitar dhe sistemit urinar. Të gjithë ata që kanë probleme dhimbje tek këmbët, këshilla ime do të ishte që të mos i sforcojmë shumë dhe të fusim në ujë të ngrohtë me krip, pra duke qenë se e di që kjo është diçka që mund të bëjë punë shumë mirë, dhe
mundësisht të mos përdorni shumë ilaçe. Mundësisht, domethënë, nëse është diçka që ja ka këshilluar doktori, unë nuk përzihem, po them që nëse jeni persona që pini ilaç edhe pse ju dhem pak koka, do t'ju këshilloj në këtë moment që të mos e bëni, sepse në qoftë se e lejoni, sistemi juaj imunitar mund të jetë në rritje, pra është në rritje mirë të themi, dhe detyrimisht mund ta kaloni pak a shumë vetveti. Për dashurinë, për shenjën e peshqve është trik me dy presa, më falni. Ideja është këtu, në jetën tuaj mund të hyjnë shumë njerëz në këto momente, mund të jenë edhe surprizë, por duhet jeni shumë të vetëdijshëm se kë zgjidhni në jetën tuaj. Kemi fillime të reja, por nëse janë apo janë të shëndetshme, kjo është komplet në dorën tuaj, prandaj dhe nuk po dija si t'ja u thoja, domethënë, prandaj dhe nuk e thash si fillim. Gjithsesi, tani po e them. Në qoftë se doni që të krijoni diçka të shëndetshme, këshilla ime do të ishte që ta vërejtoni mirë atë si individ, sa ju përshtatet ju, dhe pastaj të vendosni. Në qoftë se jeni në një lidhje, atëherë është komplet e kundërta, sepse mund të kemi edhe krijimin e diçka të re së bashku. Në këtë rast, për shembull, mund të kemi edhe krijimin e familjes, fillimin e shtatzënive, mbarimin e problemeve në lidhje me këtë temë. Është në këtë pikë është pozitive. A ka hapje pune, po e thash, për që mund të keni fillime të reja për të ardhur materiale. Hapje pune është ajo po. Okej. Këtë ishte në to që kisha për të thënë në lidhje me hënën e plot. Okej. Kishte disa persona që kishin shkruar pyetje që nuk kishin të bënin me hënën e plot. Mi shkruani nga DM-i. Dhe do t'ju përgjigjem të hënë. Okay. Rita, në lidhje me dokumentat dhe gjyqjet e thash, kjo hënë e plot ka ndikime në lidhje me çështje gjyqësore. Në përgjithësi ka domethënë. Po gjyqi jote është në fund të prillit, ajo do ndikohet nga hëna e re pastaj. Mirupafshim. Faleminderit të gjithëve që morët pjesë, dhe shihemi përsëri ditën e premte, pas nesër pra, për të folur për parashikimin janvar. Këtë video ta gjeni nesër te kanali im YouTube-it, do jetë gati. Paqim!